por cilat janë rreziqet e pendimit, cilat janë ato armiq që e rrezikojnë dhe e dëmtojnë pendimin. E para është shprehja e shumë dëgjuar, ka kohë, vonimi i pendimit. Shprehja do të pendohem, do të kërkoj falje, do të rregulloj këtë punë, nuk ka ardhur akoma koha. Kjo ndjenja e vonimit, pendimit, apo kjo shprehja do të rregullohem, do të bëhem më mirë, javën tjetër, muajin tjetër, Ramazanin tjetër, kur të shkoj në haxh, kur të shkoj në umre, kjo është një nga rreziqet më të mëdha që e dëmtojnë pendimin dhe shumica e njerëzve, duke na përfshirë dhe ne, janë pjesë e kësaj. Shumë njerëz e kuptojnë që janë duke bërë gabim, e dinë që duhet pendohen, e dinë që duhet rregullohen, por një nga strategjitë që përdor shejtani i mallkuar me shumicën e njerëzve janë pikërisht të dy fjalë. Do të, ka kohë për të rregulluar, ka kohë për të penduar. E thash, kjo është rrjeta më e madhe me cilën shejtani i mallkuar kap shumicën e njerëzve. Ajo që e ndihmon njeriu që të mos bjerë pre e kësaj strategjie djallëzore, çfarë është? T'ia kujtosh gjithmonë vetes e ta shkundësh atë, ti thuash se nëse pas ka kohë për pendim dhe gjithmonë ti justifikon dhe ngushton veten tënde me fjalën do të, a ke garanci për vdekjes? Ti kujtosh vetes tënde vdekjen. Vdekja nuk pret do të. Çdo gjëje mundet ti thuash unë do ta bëj më vonë, edhe mundet ta bindesh, a arrin do të ta frenosh vdekjen me ato që unë do të pendohem. Kush është ai që ka forcë, i thot vdekjes, engjëllit të vdekjes të presi 5 minuta, apo qoftë 5 sekonda derisa ai të pendohet dhe të rregullohet.